koncentrohet tek lideri. Unë mendoj që gabimi i LDK-s ka qenë në momentin kur Lumir Abdixhiku është bërë kryetar. Jo pse, As nuk ka karizmë. po veç Po shmo bon. po mirë të vish po pse po thon. Aty ka qenë Ma mirë u dosh me Aziri, marr dikon brenda. Ndaj veterani i LDK-s. Na jemi U dosh me konat. Ti ke qenë dëshmitor kur na e dim se Lumiri më shumë u kon në listën Guzo se në LDK. Lumir Abdixhiku është kthyer në LDK me pozën e kryetarit. Që është me kohë me listën Guzo se nuk u kone Po asnjë. çapo për ty Lumir Abdixhiku ka ndajt indiferent ai LDK-s, edhe me Vjosa Osmanin ton kohën kanë qenë bashkë deri në momentin kur është Guzo për kandidat kryetar. Është edhe qeveria Abdullah Hoxhit ku tërheqaj komplet në bravo. Shaj ministrinë e bonin një tërheqje komplet në fat jashtë komplet, gjitha. edhe më me thonë që ka pas shumë qendrime që kalon për shtypje që do me kalu me Vjosën në listën Guzo. Frika LDK-s me hup edhe Lumirin ta bëjmë E ka bëjmë kryetar, po çka bëni e prunin dikon që nuk është me zemër LDK. Që nuk punon hakikat ku kish punu se cilë çdo. Thuaj ashtu se nuk punon me zemër, sa është njëri LDK-s unë një amatja thonë. O dëgjoj, nuk është partia vetë punë me pejtë vetëm katër. Nëse ka flet që shënje ti, edhe po ti dëshirë ti me fol në aspektin se e njeh si person, atë ti mundesh me fol për një shok është rregull, me folin politikisht. Po bash zëdhën si çasojna që ky nuk është ata nuk janë, pa të me kshir holl që po thuti ata si janë më. Mirë, kush LDK-ja? Kush LDK-ja me Lumirin? Ku ka qenë pa Lumirin dhe kush me Lumirin? E ku qysh ku kon pa Lumirin? Po. Dëgjoj, Me Isa Mustafa ka qenë tamam si çdo parti politike normale. Sa është Isa Mustafa ka asnjë republikan në parlament. Nuk është ideja se me i thonë Lumirit ke bo gabim. A di, më fali që po e them, se po duket nuk ka mungojnë analizat.